Zonja Biserko, doja opinionin tuaj intelektual dhe teje të drejt për drejt si gjithmonë. Përse në Serbi vazhdon dhe mbështeten kaq fort dimensioni politik tek ai nacionalist. Pam edhe përpjekjet shumë individëve për të hyrë në Kosovë dhe për të parë, për të veshur t-shirte të ndryshme, provokuese, apo edhe për të nxjerrë flamurin serb me Kosovën pjesë të saj, apo edhe me deklaratën e presidentit Vučić që do vi një ditë që ne me të gjitha llojet e t-shirteve do të jemi sërish në Kosovë. Përse? Përse është e nevojshme kjo? Vučić që prej fillimit ishte duke përpjekur ta eksportonte krizën. Në fillim në Bosnia lidhur me Dokik dhe tani në Kosovë me Vidovdan. Ai dëshiron që të shikojë dhunë në Kosovë dhe kjo do të ishte një justifikim për të. Dhe do të nxiste reagim. Edhe mendoj se kjo ndodh her pas here, është diçka e vazhdueshme. Kjo ka qenë gjithmonë pjesë e agjendës së tij, qoftë Malizi, Kosova, Bosnia dhe Hercegovina, apo Srebrenica, apo vende të tjera ku mund të lidhet me përgjegjësinë e Serbisë për rënien e Jugosllavisë dhe krimet e luftës, përfshirë gjenocidin në Srebrenica dhe vende të tjera të Bosnjës. Pra mund të them se kjo është pjesë strategjisë e tij klasike të Vučićit, në mënyrë se si ai merret dhe menaxhon protestat. Sigurisht që është e vështirë të bësh dallimin midis nacionalizmit dhe populizmit, i cili vjen tani më për më shumë se 4 dekada. Dhe është vështirë ta bësh dallimin midis çfarë ka pasur atëherë dhe çfarë do tani, se ka shumë shtresa të ndryshme të cilat janë të vështira për të identifikuar. Ka shumë frustrim brenda shoqërisë serbe me gjithë gjërat që kanë ndodhur gjatë dekadave të fundit. Por shumica e njerëzve nuk janë në gjendje që të referohen, le të themi, agjendës pro-evropiane dhe persona nga opozita të cilat vinë me lëvizjet e tyre. Pra me fjalë të tjera, unë këtë proteste shikoj si një proces i cili vazhdimisht artikulon diçka të re. Qartë. Në përgjithsisht, atmosfera politike është e formuluar nga agenda populiste dhe nacionaliste Vučićit. Dhe shumë e vështirë që të gjykosh se çfarë mund të vijë nga kjo. Megjithatë, pjesë e studentëve janë mendje hapur, janë liberal në kërkesat e tyre. Megjithatë kërkon kohë, duhet të them se kërkon kohë, sepse ata janë shumë të ri dhe nuk kanë përvojë për të artikuluar qarta në një mënyrë të re për të ardhmen e Serbisë. Zonja Biserko, ju përmendët mosbindjen civile, ju përmendët mundësinë e një greve, por pyetja që unë ja u kam bërë të gjithë të ftuarve të mi, analistë dhe politikanë në Serbi është, kjo lëvizje studentore, a ka gjasa sipas opinionit tuaj që të shndrohet në një parti politike, forcë politike, e cila do të marrë pjesë vetë në zgjedhjet që kërkon që të provokohen të para? Ato kanë kapital moral dhe njerëzor. Tani, nëse kjo do të arrijë të kthehet dhe transformohet në parti, kjo do të kërkojë kohë. Nga ky çast dhe më vonë ato duhet të përfshihen për të kapitalizuar këtë lloj lëvizje dhe të merren me një lloj formatimi të qëllimeve politike dhe të agjendës së tyre politike. Pra, kjo është diçka e cila supozohet dhe pritet të ndodhi vitin e ardhshëm, madje ato janë duke folur për listën zgjedhore. Nuk e dim se cilat janë personat që kanë zgjedhur. Ata po përpiqen që të ndryshojnë këndvështrimin e opozitës politike dhe të largohen duke menduar pjesën e diskriminimit dhe të dehumanizimit të gjithë oponentëve politik, cilët do qofshin ato dhe pashtu shoqëria civile është dehumanizuar dhe është kriminalizuar. Pra, me fjalë të tjera,
Studentët kanë shumë detyra përpara tyre, të cilat duhet i përmbushin në mënyrë dhe fakti që ato nuk kanë ende shumë përvojë dhe nuk kanë ende shumë njohuri, dhe këto janë gjërat të cilat duhet t'i zgjidhin. Dhe kjo është diçka e vështirë për të zgjidhur në mënyrë të drejtë për drejtë. Deri më tani ka qenë mbretënëse çfarë kanë treguar dedikimi i tyre, aftësitë organizative dhe energjia. Kjo është diçka vërtet për t'u vlerësuar dhe për t'u respektuar. Askush deri më tani gjatë këtyre 35 viteve të fundit që prej viteve 90 nuk ka qenë në gjendje që të vjonte për një kohë kaq të gjatë me një protestë të tillë. Një protestë të tillë e cila po zgjat më shumë se 7 muaj. Pra kjo është diçka vërtet unike. Ama si ka për të kthyer kjo në një energji politike është diçka që duhet për të parë. Unë nuk jam në gjendje që të vlerësoj tani se çfarë ka për të ndodhur. Megjithatë ata janë të ri brenda lëvizjes të cilat janë shumë të motivuar.